Durim Bami ekstraduar përpara 2 ditësh nga Dubai përmes avokatit e tij është përballur me gjykatën e posaçme në lidhje me masën e sigurisë të dhënë për të gjatë kohës kur ishte në Arrati. Vetë Durim Bami nuk ishte prezent në seancë, por është përfaqësuar nga pala mbrojtëse e cila i ka kërkuar gjykatës një masë më të lehtë si ajo arrestit në shtëpi, por togat e zeza rrëzuan kërkesën duke lënë në qeli klientin e tij. Gjithashtu gjatë seancës avokati ka ngritur shqetësimin si klientit e tij po i rrezikohet jeta në burgun 313 ndaj kërkesa e tij po shqyrtohet nga drejtoria e burgjeve për transferimin e tij në një burg tjetër. Ishte prokuroria posaçme që shpalli në kërkim Durim Bamin në kuadër të dosjes Revanshi, i akuzuar për kultivimin e parcelave të drogës në zonën e Fushkrujës, ndër të tjera i akuzohet si personi që ka porositur disa herë vrasjen e ish-deputetit të Partisë Socialiste në Lezhë, Arben Doka. Lufta mes Bamit dhe Ndokës kishte nisur më herët, pasi i forti Nikles kishte dyshime se ish-deputeti kishte kërkuar ta eliminonte. Kjo pasi Ndoka kishte dyshimet e tij se Bami ishte një nga personat që kishte marrë pjesë në vrasjen e vëllait të tij Aleksandër Ndoka. Sipas dosjes voluminoze, Durim Bami akuzohej gjithashtu dhe për sigurimin e kushteve për të vrarë 2 miq të Ervis Martinajt, Eriger Smihasin dhe Tori Gjeçukën. Sa i takon aktivitetit kriminal, SPAK argumenton në dosje se Durim Bami, përpos atentateve dhe vrasjeve ku faktohet si i përfshirë, kishte një rol të madh ku kontrollonte drogën e mbjellë nga Bregdeti Adriatikut deri në Malsinë e Krujës, ku madje kishte mbështetjen dhe të policisë.